Flasim pak për çmendurin, përsëritjen e një çmendurie për zyti herë në pak vite. Bordin e transparencës u kriju prap bordi sa herë krijojnë qeverit, ndonjë agjenci, bord apo strukturë që ka emrin transparencë mbrapa, do të thotë që ajo është gllapërim, vjedhje. Kështu është edhe bordi i naftës që ka kriju sot ky, është mbledh një bord që më duket është edhe antikushtetues, se kështu më duket ka qenë për kohën e Covidit. Shumë vende në Europë kanë qenë ashtu. Pra u kriju bordi i transparencës për naftën dhe e dini çka ka bëu, ka caktuar çmimin e naftës 2050 lek të vjetra. Por tani do bëjmë një llogari se sa kushton nafta në Shqipëri dhe sa para merr shteti nga nafta. Pra sa na kushton shteti kur paguajmë 1 litër naftë dhe sa kushton nafta në vetvete. Për t'i vu një titull kësaj gjës, do ishte kështu që në qoftë se nafta është një produkt që shitet falas, jepet falas, në Shqipëri ajo do kushtonte 1100 lek. Ose 1.2 euro me këtë vlerë që e kanë quajtur euron këta. Sepse do kushtojnë taksat e qeverisë. Ti marrim një çik me radhë këto. Akciza e naftës, këto që shkojnë për shtetin. Parat që na merr shteti ne për 1 litër naftë. 37 deri në 40 lek për litër është taksa kryesore mbi karburantin dhe vendoset direkt mbi produktin. Kjo quhet akcizë. Dhe ne kemi 370-400 lek. Taksa e qarkullimit 270 lek për litër. Teorikisht, kjo është për mirëmbajtje rrugësh. Por kur ke rrugë me pagesë si rruga e Kombit, që një nga arterjet më të gjata të vendit, se tu të pagush taksë qarkullimi, çfarë logjike ka, ose kjo tjetra që i paguajmë këtu manka sharës. Më interesantja është që kjo qeveri që ka heq qeset plastike, kjo qeveri që ka bë propagandë në frymën liberale për ngrohjen globale e për këto budalliqet e tjera, për ndikimin e karbonit mjedis, merr vetëm 3 lek, 30 lek. Pra hiç gjë. Kjo në fakt duhet të ishte taksa më e shtrenjtë në karburant, taksa për ndotjen e emetimet e karbonit. Këta kanë badjava, e kanë më tultën. Shtoni këtu edhe TVSH-n, që është 20% që mbi çmimin total, pra 280 lek, 320 lek për litër i shkon kësaj litrit ton të naftës. Kujtu, markimin e karburantit e hoqën është skanimit, kalibrimit e çfarë janë të tjerat. Total kushtojnë dhe këto deri 50 lek. Të tjera, ka dhe taksa të tjera, se i kam nxjerrë me dhënat sakta këto, tarifa, kontrollit, reklama, plus 3 deri në 50 lek për litër çmim final. Në total, në 1 litër naftë që marrim ne në karburant, 1100 lek, ose 1.1 euro, biles 1.2 euro i bin, ndoshta më shumë, na i merr shteti. Na i marrin këta, i vjedhin, se taksat e shtetit ta i shpërdorojnë, bëjnë rrugë nga ato që shembe, bëjnë tunele nga ato që vjedhin me i dorë 50 milion euro. Pra në qoftë e kanë vendos këta 2000 lek litrin e naftës sot, që bëjnë propagandë, gjoja është mbledh bordi i transparencës për të ndihmuar qytetarët, në fakt ai u afut qytetarëve. 1100 lek nga 2050 lekshi që ne po paguajmë për çmimin e naftës janë vetëm taksa.
Po t'ishte shteti që doshte me bë transparencë ose me ndihmu qytetarët në mënyrë të përkohshme, mund të ishte këto taksat, edhe nafta sot do kushtonte 950 lekë vjetra. Pra, këtu jemi te logjika që nëse nafta do ishte falas si produkt, vetëm taksat do kushtojnë 1100 lekë. Pra, na do paguajmë 1100 lekë. Nuk e bën qeveria këtë dhe krijon këto bordet, këto palaçollëqet që s'kan as logjik as një gjë, se në fund fare nëse e ka një mekanizëm tjetër shteti për kontrollu çmimet, që është ky bordi i transparencës, edhe bordi i konkurrencës, që është kjo, jo bord, po i autoriteti i konkurrencës. E nxirrën punë, ato të punojnë ai edhe kaq, nuk ka nevojë për bord, po do paguajmë ca lekë shtesë, se çdo njeri që futet në një bord nga këto të qeverisë, pushtetit, merr para pafund atje, rroga, qyl, hane, do thonë të vjedhin ja 4-5 herë, të vjedhin një herë këtu që e caktojnë çmimin 2050 lekë, të vjedhin një herë duke paguar rrogat e këtyre, edhe të vjedhin se s'të lënë edhe të ketë konkurrencë midis karburanteve, se ajo dihet që në Shqipëri monopolin e futjes së karburantit në Shqipëri e kanë 2-3 veta. Mes tyre ky Çet Kastrati, më duket ky Bol Vojli, çfarë është ky i deputeti PS-s. Pra këta e kanë naftën, klientët, miqt e Edi Ramës, miqt e pushtetit e Edi Ramës. Ai ma krahun e tyre, nuk ma krahun e qytetarëve, nuk ma krahun e këtyre. Do votoj socialisten. Dhe voto socialisten ti, se Edi Rama atje ka shpirtin ke oligarkët, nuk e ka ke ju. Pra, na kemi çmimin e naftës më të shtrenjtin në rajon. Në Kosovë, vetëm nga taksat, pra i heqin këto aksizën e këto, vetëm për shkak të taksave, që ka më pak taksa nga këto çikarrimat, është 40 lekë, 400 lekë më lirë se sa në Shqipëri. Në Maqedoni, barra rekord mbi karburantin është vetëm njëra pjesë e produktit. Pjesa tjetër lidhet me marginalizimin inkremental, i thënë ta, se ka marrë dhënë nga këto mediat e këtyre. Barra e rëndë e taksave bëhet edhe më rëndë kur çmimi rritet. Pra këtu në Shqipëri, nëse rritet çmimi, duke pas edhe shumë taksa brenda, neve na shkon në qiell. Ata taksat e përditshme, taksat e përhershme të karburantit i kanë të ulta. Edhe këtë herë që u rrit çmimi nuk u ka lëviz gjë, prandaj janë dynt në qafthan, në këtu në Dibër që ka kjo blat, shkojnë pafund makina nga Shqipëria dhe furnizohen me karburant atje, se është ma lirë. Tjerët këtej nga veriu shkojnë në Maltëzi, sepse edhe atje është më lirë, pra në i farë mënyre i shtyn shteti vetë që të bëjnë edhe kështu, të bëjnë kontraband. Se në i farë mënyre që të kontraband, ajo sa i shko mush sabratorin atje, vjen Shqipëri të hudhë në për bidona, shkon e mush prapë se jelle vërtis. Pra sikur të shkojnë gjithë ditën të bajnë naftë kështu vetëm sabratorin e vetë në Maqedoni apo në Malzi, prapë del më me fitim. Edhe ta shes me 1500 naftën, e merr me 1000 aty, ta shes me 1500 këtu, prapë fiton qamet. Sepse kështu është kjo punë, njerëzit do kërkojnë format dhe mënyra tjera mbijetese. Pra që ta përmbledhim, ne e paguajmë naftën më shtrenjtë se gjithë vendet e rajonit. Serbia, Maqedonia, Kosova, Mali i Zi. Ne që jemi vend naftë mbajtës. Ne që thoshte Edi Rama me Belinda Ballukun kemi zbulu në shpirak naftë cilësisë Arabisë Saudite. Mani me në to që thoshte do krijojmë një fond të madh aty, do marrin gjithë, do ham gjithë nga ajo. I propagandë fliqur, çfarë të merri, çfarë s'kan gjuhë popull, edhe prap vërtet. Unë jam me Ramën, pash i video që interesante, se ti po e gjeta këtu t'ja bashkangjis kësaj ose ta hedh në me një video tjetër. I mirë në intervistë gazetarët, këta që futeshin në Maqedoni, edhe marrin një aty, delin gjytrym aty. I thotë kjo çmimi i shtrenjtë e kujtun gazetarja pak a shumë, edhe
thotaj pak a shumë kështu shtrejtë, në fund unë jam me ramë, thotë, domethënë nga këto ngordhësirat. Pra nuk pyet se sa është çmimi, nuk pyet se çfarë taksash i merr shteti, çfarë barre i ngarkon. Më e keqja është se nuk çajnë kokën fare pastaj se si i shpenzon shteti taksat që u merr këtyre. Shteti taksat që u merr këtyre i shpenzon për vjedhje, i vjedhin vet, i shpenzon për lukse, për zyra, i shpenzon për kurvliqe që bëhen për zyrat e shtetit, dhe shqiptari vazhdon edhe e shef me sy paran vetëm javën e fundit, a muajin e fundit para zgjedhjeve, që merr në 50 eurosh aty ose në 100 eurosh, edhe shet votën në mënyrë turpshme, plus këta tjerët që e kam thënë, do vazhdoj ta them vazhdimisht, të moshuarit ka votu gjyshi, ka qenë gjyshi me socialistën, ka votu baba, ka qenë me socialistën, e vazhdojnë i japin votën. Edhe vin këtu pastaj më thonë mu që që kemi pensionistat, nuk kam asgjë me pensionistat tonë. Ne kemi pensionistët e vetëm në botë, njerëz të pa shpirt. Nuk u dhimbse fëmijët e vet. Nuk u dhimbse xhepi vet që s'kan para të blejnë ilaçe, s'kan para të ushqehen si njerëz, s'kan para të kenë shërbim social ose në një shërbyse në shtëpi që të shërbejnë gjithë mëra, nuk kanë, se i vjedh shteti, nuk u jep pensione, edhe prap dalin që në 7 mjezit atje në radhë dhe votojnë socialistën. Kështu pra, llogaritjeni naftën në Shqipëri nuk e keni më shumë se 900 lek për litër. Qofse ju paguni 2050 lek, paguni se do paguni mirëqenien e klikës mafioze të rilindjes. Do paguni ato bora muzhaqet, ato zeqinete, këto. Paguni rrogat e atyre, paguni bizneset që bëjnë ata. Edhe falas t'ishte, prap ju do pagujet, ne do pagujem si shoqëri 1100 lek, 1200 lek vetëm taksa. Ky është çmimi real i naftës. Bordi transparencës është mashtrim, është propagandë, nuk e ka ulë çmimin e naftës, e ka rrit. Besoj është edhe në mënyrë antikushtetuese, nuk e di do kujtohet njëjta çan gjykatë kushtetuese apo jo këtë, por e vërteta është kjo. Çdo bord që ngrihet na vjedh neve, na rrjep neve, nuk bën asgjë tjetër. Tani ju do paguni mishin mashtret, qumshin mashtret, perimet, frutat, se rritet çmimi i naftës, rritet çmimi i biletës për të shkuar në Korçë, për të shkuar në Shkodër, për të shkuar në Vlorë. Rritet çmimi i naftës, rritet domatja për të ardhur nga Lushnja për të ardhur në Tiranë. Rritet çmimi i patates për të ardhur nga Korça, ku diun, nga Stebleva e Librazhdit. Rriten këto karrotat që vjen nga Divjaka e ati, si e kishte ai tipi, Josif Gorres. Vetëm do paguni. Për këtë lloj shoqërie që është, në fakt, inshallah rria 5 vjet me bord, do t'ua çojmë 5000 lekë litrin, se ndryshe s'merr vesh njëri këtu. Vazhdoni më ndiqni, faleminderit shumë se po ecim shumë mirë.